Me të vërtet, ne zbritëm atë natën e Kadrit. E kush mund të ta shpjegoj ty se çfarë është nata e Kadrit? Nata e Kadrit është më vlefshme se 1000 muaj. Një nga netët më të mira është edhe nata e Kadrit. Çfarë mirësish dhe çfarë begatish ka kjo natë? Atëherë, nata e Kadrit, si përkufizim është njëra prej netëve teke në dhjetëdhjetë e fundit të muajit të Ramazanit. E thotë dhe Allahu në Kur'an, në surën, po me tjetrin emër, në surën Kadr, që është e vlefshme 1000 muaj. Dhe po ta llogarisim është diku 83 vjet. Pra afërsisht sa jeta e një njeriu. Do të imagjinoni çfarë mirësie dhe çfarë vlerë ka, sa që çdo adhurim i bërë në atë natë ka vlerën e adhurimit sikur ta ketë bërë gjatë gjithë jetës. Megjithëse ne njerëzit i vlerësojmë ditët dhe gjithçka që është në këtë botë sipas vlerave dhe kontekstit ton, për sa i përket kohëve, vendeve, ne mendojmë se dhe besojmë se Zoti është ai që jep vlerën përkatëse. Megjithëse çdo ditë e Ramazanit përbëhet me 24 orë, siç është çdo ditë tjetër gjatë vitit, nata e Kadrit dhe çdo ditë e Ramazanit është dalluar nga të tjerat. Zoti e cilëson në Kur'an se nata e Kadrit është më e vlefshme se 1000 muaj. Kemi surën Kadr, në cilën Allahu thotë: Inna anzalnahu fi lejletul qadr, wa ma adraka ma lejletul qadr, lejletul qadri khairun min alf shahr. Pra ai e cilëson natën e Kadrit si më të vlefshme se 1000 muaj. Jo vetëm muaji i Ramazanit, që është një mundësi e jashtëzakonshme për çdo njeri dhe çdo besimtar që t'i drejtohet dhe më shumë Zotit, kërkoj falje prej tij, tjetë për atyre që me anë të adhurimeve që bën të fshi mëkatet e mëparshme dhe të hedh bazat e një jete të shëndosh dhe të moralshme në të ardhmen, pikërisht sikur të mos mjaftonte një muaj bonus i dhënë nga Zoti i gjithësisë për njeriu, ai ka përcaktuar edhe një natë që quhet nata e Kadrit. Është një natë aq e rëndësishme sa i madhi Zot me 114 surat të Kuranit famlar, njëra nga surat e këtij libri të madhërisëm e emërtoi me suratul Qadr, surja e natës Kadrit. Fjala Qadr, e cila shpesh edhe ne që jemi shqiptarë përmendim, vjen nga arabishtja dhe do të thotë diçka e madhërisme, diçka me një peshë specifike, dhe diçka në të cilën përcaktohet diçka. Gjithashtu në këtë natë Allahu zbret atë faljen dhe mëshirën e tij. Profeti alayhis salam thot për muajin e Ramazanit që fillimi është mëshirë. Mesi i Ramazanit, pra 10 ditëshi i dytë, është falje dhe 10 ditëshi i tretë është shpëtim nga xhehenemi. Dhe kjo kurorzohet me natën e Kadrit. Dhe në këtë natë, kjo natë quhet si nata e shpëtimit nga xhehenemi. Një natë në cilën mund të themi se fokusohen plot 80 vite jetë të njeriu dhe nëse një besimtar me anë të fokusimit, me anë të pastrimit zemrës, me anë të kërkimit faljes, me anë të adhurimit, me anë të drejtimit zemrës nga Zoti, arrin ta gjejë natën e Kadrit dhe ta përjetojë atë, mund të themi se në fund është prej njerëzve të falur dhe prej njerëzve të cilët le të themi kanë përfituar saç mund të përfitojë një njeri në 80 vite jetë. Pra, e parë në një aspekt filozofik apo më të thellë, ne do të gjejmë që vetë Kurani famlar, fjala e Zotit të gjithësisë, apo e thon më thjesht manuali hyjnor i cili zbriti si mëshirë dhe si mirësi nga Zoti për njerëzit, ka zbrit pikërisht në këtë natë, e cila quhet nata e Kadrit. Ne kur themi nata e Kadrit ka vlera të jashtëzakonshme, nuk duhet harrojmë që të gjitha këto vlera i ka marrë prej Kuranit famlar. Dhe në natën që zbriti Kurani famlar, në ajo natë u bë një natë e madhe. Dhe ajo është brenda muajit Ramazanit, dhe ajo është nata në cilën pra ne shpresojmë të përfitojmë gjithë ato mirësi dhe begati që i madhi Zot i ka vendosur në atë natë. Cilat janë disa nga të veçantat dhe vlerat e kësaj nate? Vlera më e madhe e natës Kadrit mund të themi se është pikërisht përfitimi shpirtëror. Është interesant se si njeriu përveç përfitimit shpirtëror ndjen dhe përfitimin social për kësaj. Përpara se të futem tek ai shpirtërori, mund të themi se çdo njeri i zakonshëm kur shikon se gjithë njerëzit agjërojnë, gjithë njerëzit i kanë paksuar gënjeshtrat, gjithë njerëzit i kanë paksuar veprat e këqija, dhe sa më shumë shtohet numri i agjëruesve dhe numri që ndajnë njëjtat ndjenja dhe të njëjtat, le të themi,
përjetime rreth kësaj nate, e shohim edhe një shoqëri më të paqët, një shoqëri e cila do të donte që i gjithë vitit të ishte me këtë natë. Është një nga begatitë më të mëdha që është dhënë njerëzve pas profetit Muhammed alayhis salatu wassalam. Është dita dhe nata në të cilën ka filluar zbritja e Kuranit Kerimit, dhe kjo është arsyeja pse dhe muaji i Kuranit quhet muaji i Ramazanit, quhet muaji i Kuranit, sepse pikërisht në natën e Kadrit ka zbritur dhe ka filluar të zbresë Kurani si manual dhe si hartë e gjetjes së lumturisë në këtë botë dhe arritjes së lumturisë në botën tjetër. Duke qenë e madhërisme, duke qenë me vlerë të jashtëzakonshme, çdo musliman dhe muslimane e sinqert, çdo besimtar dhe besimtare e sinqert mundohet maksimalisht të përfitojë nga mirësitë e saj. Siç na jep neve kuptimet Kurani famlar, siç do të gjejmë tek profeti jon i dashur, Muhamedi paqja dhe bekimi i Zotit qofshin mbi të, i kanë dhënë një rëndësi të jashtëzakonshme dhe të madhe. Zoti thotë në Kur'an, ne e zbritëm Kur'anin në natën e Kadrit, dhe thotë o Muhammed, ç'të shtyri ty të mendosh, apo ku mundesh ti të arrish të kuptosh se sa është madhështia e saj. Dhe e shpjegon po vetë Zoti i Gjithësisë, i cili jep çmimin çdo gjëje sipas dëshirës tij, sepse ai është gjykatësi suprem dhe ai është sunduesi i madh i këtij universi. Çdo gjë është krijesë e tij dhe ai vendos çmimet edhe vlerat sipas urtësisë madhe të tij, gjithë mençurisë të tij dhe mëshirës dhe mirësisë të tij. Ka dietarë që na mësojnë që njeriu ideal është ai që natën e Kadrit e kërkon çdo ditë të vitit, megjithatë për besimtarët e zakonshëm, le të themi është mira që të kërkohet në 10 ditëshin e fundit. Zoti na mëson se janë disa engjëj të cilët shëtisin tokë dhe kërkojnë pikërisht vende dhe tubime ku njerëzit përkujtojnë Zotin. Në natën e Kadrit, ndryshe nga ditët e tjera normale, engjëjt mbulojnë qiejt dhe një nga cilësitë më të mëdha të natës Kadrit është pikërisht se meqense bota është e mbushur me engjëj, atëherë ka një jetë shpirtërore pak më të ndjeshme se herët e tjera. Kemi një botë më të paqët, kemi një kohë më të frytshme, por kuptohet jo të gjithë njerëzit do të përfitojnë prej kësaj. Do të përfitojnë ata që janë drejtuar Zotit. Që të kuptosh natën e Kadrit, duhet të kuptosh Zotin e gjithësisë. Që të kuptosh natën e Kadrit, duhet të kuptosh thënien e profetit që Zoti është më i mëshirshëm me besimtarin e tij se sa nëna me fëmin. Pra i madhi Zot, duke e ditë sepse ai na krijoi natyrën tonë që ne mund të bëjmë gabime. Neve nuk e kemi nivelin intelektual, mendor, studimor, shpirtëror, vizionar, që neve ta kthejmë gjithë jetën në lidhje me Zotin. Shumë njerëz për shembull këtë e shikojnë si një barë të madhe. Shumë njerëz nuk janë të nivelit kuptojnë që afrimi me Zotin është begatia dhe dhurata më e madhe. Zoti i Gjithësisë e din që shumë nga njerëzit nuk mund të arrijnë këtë. Dhe ai vendosi një natë si mëshirë të madhe për njerëzit e tij. Dhe shumë njerëz kanë mundësi, të cilët gjatë vitit për arsye nga më të ndryshmet nuk janë shumë afër me Zotin tonë dashur. Kanë mundësi që nëpërmjet një nate të fitojnë shpërblime shumë. Nëpërmjet një nate ato të marrin shpërblime sa gjithë jeta e tyre. Ne besojmë se Zoti është i mëshirshëm dhe na do më shumë se ne e duam atë. Mjafton që ne t'i drejtohemi pak dhe ai do të na pranojë me gjithë mëshirën e vet pakufishme. Kështu që edhe në natën e Kadrit, nëse njeriu arrin të përfitojë prej saj dhe arrin ta gjejë atë, atëherë ka një përfitim shpirtëror sikur të ketë jetuar 80 vite me pendim, 80 vite me përkujtim të Zotit dhe 80 vite në adhurim. Profeti Muhammed alayhis salatu wassalam e cilëson si të pafat njeriu i cili nuk e kap dhe nuk e vlerëson pikërisht këtë natë. Thot nata e Kadrit është më e vlefshme se sa 1000 muaj. Dhe është kjo mirësi e madhe, kjo mëshirë e madhe, sepse në fakt ky është Zoti jon. Jo pa qëllim çdo sure e Kuranit fillon me emrin e Zotit, të gjithë mëshirshëm, mëshirëplotit. Pra Zoti mallnueshëm desh na japi një bonus. Dëshiroj me mëshirën e tij, me mirësinë e tij, me butësinë e tij, siç është i përshkruar ai, siç e ka përshkruar vetën Kur'an, dëshiroj në një natë na japi neve mirësi. Në këtë natë na mundsoj neve që duke i dhënë atë që meriton ajo natë, ne të marrim shpërblimet edhe mirësitë e pakufishme të asaj natë. Kurdo që e ka kaluar natën e Kadrit dhe e ka ndjer, ndjen atë qetësinë që i ofron. Kjo qetësia shpirtërore ndjen gjithë Ramazanit. Do të thënë, absolutisht në momentin që Ramazani hyn, sikur çdo gjë përreth e përfshin një qetësi, një, nuk e di, një begati, një mëshirë dhe e ndjen çdo kusht.
më thënë, kam përshtypjen që ajo besimtarit e ndjejnë atë lehtësimin që jep Ramazani, atmosfera e Ramazanit. Dhe në natën e Kadrit kjo ndjet edhe më shumë. Është një mirësi e madhe, domethënë thjesht kjo qetësia që t'jep, imagjino dhe falja dhe pranimi i lutjeve, ajo mëshira që jep Zoti dhe normalisht shpëtimi nga xhehenemi, të cilit të gjithë i druhemi. Ai i cili është përsëri një thënie e profetit Muhammed, paqja dhe shpëtimi i Zotit qoftë me të, ai i cili në këtë natë falet dhe e kalon natën e Kadrit me adhurim, duke shpresuar në faljen dhe shpërblimin e Zotit, atëherë në fund të kësaj nate, pas kësaj nate do të jetë si ai njeriu i cili i ka të gjithë mëkatet e falura. Po të mendojmë se ky shpërblim i jepet atyre që i pranohet haxhi, si një prej nga veprave më të mëdha që mund të bëjë njeriu gjatë jetës, atëherë mund të themi se çdo besimtar ka mundësi që të përfitojë nga nata e Kadrit atë që përfitohet edhe në haxh. Pra, edhe nëse njerëzit nuk kanë mundësi për arsye financiare të shkojnë dhe të përjetojnë atë mrekullinë në haxh dhe të përfitojnë që t'i falen gjithë mëkatet, sikur kanë lindur prej nënës, pikërisht nëse e kërkojnë natën e Kadrit me lutje, me adhurim, me përgjërim tek Zoti dhe me vendosmëri se nuk do i përsërisin më gabimet që kanë bërë, me vetdi apo pa vetdi, me vendosmërinë se ato gabime që i kanë bërë me vetdi nuk do të vazhdojnë që t'i bëjnë, atëherë në fund kësaj nate janë si të kenë lindur nga nëna, pra me mëkate të falura. Nata e Kadrit ka një nderuar një moment tjetër i cili për atë që beson me mençuri dhe me shpirt të pastër dhe me zemër të pastër, ka një dhuratë tjetër, ka një mirësi shumë të madhe tjetër e cila në fakt gjithë secilit prej nesh kur e kupton kush është Zoti, kur ti je i qartë që çdo mirësi që e ke prej Zotit, dhe ti e din që i madhi Zot ka thonë në tokën time që të adhurova të jetosh, dhe me qenien tënde që të krijova, mos bën shkatrime dhe mos bën mëkate. Dhe gjithë secili njeri i cili është i stabilizuar në kuptimin e besimit në Zot, ka një peng të madh në veten e tij. Kush është pengu? Ose kush është një barë e madhe që e ndjen çdo njeri që është i përgjegjshëm në raport me besimin e Zotit, është që kusuret që i kemi në këtë tokë, gabimet që kemi bërë, mëkatet që jemi ngarkuar. Dhe i madhi Zoti din këtë, sepse ai e krijoi njeriu dhe e instaloi tek njeriu të mirën dhe të keqen, dhe urdhëroi që të progresojë e mira dhe të minimizohet e keqja në emrin e Sunduesit të Madh të Gjithësisë. Por ne duhet të pranojmë gjithë secili prej nesh, dikush më shumë, dikush më pak, nuk jemi engjëj, por jemi njerëz që mëkatojmë. Dhe vetë muaji i Ramazanit përgjithsisht, agjërimi dhe veprat e mira i falin mëkatet. Zoti e do njeriu, Ferit, dhe pavarësisht se ne nganjëherë për shkak të mëkateve tona bijem dhe në pesimizëm dhe mendojmë se ai nuk na sheh, se ai nuk na ndihmon, se ndoshta ai na ka harruar, hasha, por feja na mëson ndryshe se ai nuk na harron kurrë. Ai është aty dhe na dëgjon dhe na don shumë dhe na ka dhënë mundësi pafund. 5 vakte namazit çdo ditë, çdo vakt është një mundësi e re për njeriu që ti thot veseve stop, ti thot keqes stop, ti thot dembelizmit stop, ti thot pra të ndaloj ato gjëra për të cilat as ai vetë nuk është i kënaqur. Mund të themi se edhe për veprat që njeriu nuk është i kënaqur, as Zoti nuk është i kënaqur për to. Edhe për veprat që ne nganjëherë jemi të kënaqur me njerëzit, shumica e njerëzve ka një dashuri ndaj të mirës, ka një dashuri ndaj bujarisë, ka një dashuri ndaj veprës mirë dhe Zoti pikërisht i do këto veçori. Pra, nga treguesit më të mëdhenj se Zoti na do është pikërisht dhënia e panumër të mundësive, madje sipas fesë son njeriu ka këto mundësi derisa të jap shpirt, derisa të jap frymën e fundit, derisa të ndahet nga kjo botë. 5 vakte namazit çdo ditë, netet e mira që janë deri në muajin e Ramazanit, 2 muaj Recep dhe Shaban para Ramazanit dhe në fund pikërisht është muaji i Ramazanit, një muaj ku në fakt është një mundësi e artë ku edhe shejtani është pak më pasiv, është i lidhur. Vetëm nëse nuk shkojmë ne për ta zgjidhur dhe për ta bërë pjesë të mëkateve tona, të nxitjes me mëkat, pra është një muaj ku të gjithë kemi mundësitë që të fillojmë, që të bëjmë një ristartim të ri. Në natën e Kadrit i nderuar, saktohen veprat e njerëzve. Donë duke pas një madhështi kaq të madhe, ajo ka edhe një specifik që Zoti i Gjithësisë nga nata e Kadrit deri në natën e Kadrit tjetër, për një vit njeriu i seleksionon edhe i jep një lloj përcaktimi për veprat madhore të tij, apo për veprat esenciale të tij. Dhe aty caktohet kush të jetojë,
edhe kush do të vdesë. Kush do të pasurohet edhe kush do të varfërohet. Kush do të jetojë i lumtur dhe kujt nuk do t'i ndahet stresi. Dhe kjo vjen bazë të jetës që bën njeriu përgjithsisht dhe të asaj nate veçanërisht. Edhe herë, mund të përkushtohesh natën e Kadrit, po ditët netët e tjera nuk je aty ku duhet. Vështirë se e merr begatin dhe bekimin e Zotit. Por nëse gjatë vitit je përkushtuar dhe natën e Kadrit përkushtohesh. I madhi Zot bën ty që një vit të jetës tënde deri natën e Kadrit që vjen, të rrethoj begatia, lumturia, mirësia, mëshira, risku. Si ishte përgatitja e profetit Muhammed për këtë natë? Çfarë bënte ai të veçantë? Profeti alayhis salam normalisht ishte vazhdimisht në adhurime. Por këto adhurime i shtonte shumë gjatë muajit Ramazan. Dhe në një hadith tregohet që profeti alayhis salam ishte në kërkim të natës së Kadrit dhe hyn në itikaf 10 ditëshin e parë të Ramazanit. Dhe mbasi mbaron 10 ditësh i parë, vjen Xhibraili alayhis salam dhe i thot, ajo që kërkon nuk gjendet aty. Pastaj vazhdon sërish itikafin në 10 ditëshin e dytë. Dhe pasi mbaron 10 ditësh i dytë, sërish vjen Xhibraili dhe i thot, ajo që kërkon nuk është aty. Dhe atëherë profeti alayhis salam e kupton që kjo gjendet në 10 ditëshin e tretë dhe del nga çadra ku bënte itikaf dhe ju drejtohet gjithë besimtarëve. I thotë që atë datën e Kadrit, atë që po kërkoja, nuk e gjeta në 10 ditëshin e parë. Por kushdo që dëshiron le të bashkohet me mua dhe ta kërkojmë natën e Kadrit në 10 ditëshin e fundit të Ramazanit. Dhe kështu profeti alayhis salam gjatë gjithë Ramazanit normalisht, gjatë gjithë kohës ishte vazhdimisht në adhurim dhe në ibadet, por në 10 ditëshin e fundit, sidomos në natën e Kadrit, ai e shtonte këtë adhurim. Ai i jepte gjallëri natës. Imagjino si nata të jetë e vdekur dhe ai jepte gjallëri duke u falur namaz, duke lexuar Kur'an, duke qenë se dhe nata e Kadrit është nata kur ka zbritur Kur'ani, duke u lutur shumë. Dhe gjithashtu, ai nuk e bënte këtë vetëm vetë, por zgjonte dhe familjen e tij. Nëse në kohë normale herë mbas here dhe nuk i zgjonte familjarët e tij për adhurim natë, në natën e Kadrit i zgjonte se s'bën, që të bashkoheshin në atë begatin dhe atë mirësinë që ka nata e Kadrit. Profeti Muhammed, paqja dhe shpëtimi i Zotit qoftë me të, megjithëse të gjithë jetën e tij e kishte qëndisur rreth adhurimit, rreth përjetimit të ndjenjave të veçanta, rreth lutjes, rreth përkujtimit të Zotit, rreth shërbimit ndaj njerëzve, në këtë natë i ka shpeshtuar edhe më shumë dhe i ka nxitur besimtarët që ta kërkojnë natën e Kadrit. Ai që është interesant është se kemi një udhëfim të kërkimit të natës Kadrit me anë të përjetimit dhe shtimit të adhurimit tonë. Pra sa më shumë i shtojmë adhurimet, sa më shumë i shtojmë lutjet, sa më shumë e shtojmë përkujtimin e Zotit dhe sa më shumë i kërkojmë falje Zotit gjithësisë, atëherë aq më shumë jemi të hapur për të përfituar nga nata e Kadrit. Askush nuk është i pagabueshëm, askush nuk është, le të themi, engjëll që jeton tokë, por mund të synojmë që t'ia kalojmë edhe engjëllve pikërisht me anë të një burimi force që do të na shtynte për të kërkuar falje dhe për të nisur një jetë të re. Konkretisht, çfarë duhet bëjë një besimtar që gjatë gjithë vitit përpiqet të mundohet të jetë sa më afër udhëzimeve të Zotit, çfarë duhet bëjë në këtë natë konkretisht, si duhet ta kalojë këtë natë? Siç është edhe traditë, e para ajo shoqërohet me agjërim. Dhe kjo është një traditë e cila tashmë është instaluar ke populli jon, dhe faleminderit madhit Zot që e dha mundësinë dhe ja hapi shpirtin edhe zemrën këtij populli që një pjesë shumë e madhe e shqiptarëve apo e shqiptarisë janë pjesë e agjërimit që e shoqëron natën e Kadrit. Pastaj në kohën që perëndon dielli dhe hyn nata e Kadrit, njeriu sa më shumë të ketë mundësi të jetë pjesë e të mirës. Pjesë e të mirës do të thotë pjesë në të folur në mirë, të jetë gjithmonë duke i buzëqeshur njerëzve, duke i folur atyre fjalë të mira, siç thot profeti, të buzëqeshësh ndaj njerëzve, është sadaka. Dhe siç thot Kurani famlar, "Wa qulu lin-nasi husna", thuajini njerëzve fjalë të bukura, të ndershme dhe të mira, gjë e cila i pjesë muslimanëve nuk duket i kanë lexuar dhe i kuptuar. Imagjino, një musliman duhet të jetë gjithmonë i buzëqeshur dhe i qetë, do të jetë gjithmonë duke folur fjalë të vyera, të mira, të pajshme dhe të ndershme, ose ka thonë qofse si thotë do të hesht. Muslimani dhe muslimani janë ndershëm, nuk thot fjalë të këqija. Dhe në të njëjtën kohë duhet të bëj faljet, të falet, kush ka mundësi të bëhet pjesë e faljeve në xhamia, kush ka mundësi, kush nuk ka mundësi mund falet në shtëpi.
edhe deri në mëngjes, qofse ka mundësi edhe do të rizgjuar, me lejen e të Madhit Zot duhet që ta mbush edhe me vepra të mira, një lëmosh, një vepër e mirë, një fjalë e mirë, një përqafim i prindërve, një gëzim që dërgon familjen tënde, të gjitha këto do vlerësohen sa 1.000 muaj edhe i Madhi Zot do t'i begatoj. Kjo natë është e fshehur në 10 ditëshin e muajit Ramazanit, 10 ditëshin e fundit. Përse është fshehur? Çfarë urtësie fshihet pas saj dhe si mund ta gjejnë njerëzit atë? Mund të themi se një nga gjërat që e karakterizon besimin është pikërisht misteri. Sepse misteri është ajo që e ndan sprovën nga shpërblimi. Nëse nuk do të kishte perde mes përfitimeve që vinë nga nata e Kadrit apo çdo natë tjetër dhe edhe robit, atëherë do ishte shumë e lehtë, të gjithë do të kishim rendur atë ditë, do të kishim përfituar prej saj dhe nuk do të na nxiste ndoshta për të përfituar natë tjera. Mund të themi se arsyeja kryesore e mundësisë së të qenurit të natës Kadrit në 10 ditën e fundit, në fakt ka një mundësi që të jetë edhe në ditë tjera. Pra, kjo është mirë që të ceket në mënyrë që robit mos fokusohet vetëm tek nata e Kadrit si nata 27 të Ramazanit, por në fakt fokusohet në kërkimin e saj gjatë gjithë netëve të Ramazanit, është pikërisht që njeriu t'i thras mendjes, në thonjza, dhe të mundohet që të përfitojë nga çdo natë e Ramazanit, sikur ajo të jetë natë Kadrit. Sepse nëse njeriu jeton e përjeton një natë Ramazanit, sikur ajo të ishte natë Kadri, atëherë automatikisht ai e ka të sigurt që mund të përfitojë prej cilës do nate të Ramazanit dhe e ka dhe më të sigurt gjetjen e saj. Megjithëse shumica e dietarëve kanë mendimin që është natën 27, siç edhe populli jonë ka traditën e vet, por nuk është se ka një tekst përfundimtar për këtë çështje, por shenjat i vën tilla. Dhe sekreti që nuk është ndarë 100% është që në 10 netët e fundit njeriu të jetë në adhurim. Pra Zoti i Madh ka dashur që përveç natës Kadrit, ai që e adhuron denjësisht në 10 netëshin e fundit të Ramazanit, përveç natës Kadrit përfiton 9 netët e tjera. Dhe sekreti është që për të bërë sa më shumë adhurim ndaj Zotit, për të furnizuar shpirtin sa më shumë me adhurim, për të ndriçuar mendjen sa më shumë me aktivitetin hyjnor, pra duke adhuruar dhe duke lexuar dhe duke studiuar dhe duke qenë më afër me kuptimet, është lënë vetëm për këtë arsye. Dhe ka shumë mendime dietarësh referent që nata 27 ka më shumë shenja që të jetë ajo nata e Kadrit. Nuk është thjesht nata e Kadrit që është e fshehur. Kemi dhe për shembull Profeti alayhis salam në hadithe thotë që në ditën e Xuma është një kohë kur lutjet pranohen. Dhe kjo orë gjithashtu është e fshehur. Ose gjithashtu për shembull Kiameti në kohë është i fshehur, nuk e dim. Ose vdekja e njeriut është e fshehur. Dhe në këtë është një mirësi, pse që besimtari të jetë vazhdimisht i ndërgjegjshëm dhe mos bëhet i devotshëm dhe adhurues vetëm në atë ditë që ai e di që është nata e Kadrit për shembull, ose në natën e Xumas ora e lutjes e tjerë. Kështu besimtarët vazhdimisht do të jenë në adhurim e do të jenë të ndërgjegjshëm për ato çfarë bëjnë. Zoti jon është i durueshëm, lën tolerancë. Nuk është Zoti jon ai i cili dënon për çdo mëkat, direkt, sa ashtu do ishim shkatruar të gjithë. Kurani famlar thotë ai ju lën kohë juve për t'u penduar. Ai ju lën kohë juve që të bëni më të mirë. Ai ju lën kohë juve që të bëni vepra të mira sa ato i fshin të këqijat. Dhe në të njëjtën kohë ai lën gjatë vitit për çdo mëkat që njeriu e ka bërë Ramazanin dhe edhe natën e Kadrit që njeriu të falet. Prandaj thotë kush natën e Kadrit i jep asaj natë atë që meriton. Dhe në të njëjtën kohë shpreson me shpirt, me zemër, me mendje, me kuptim, me të gjitha, që Zoti i Madh e ka skalon një natë për të na i falë neve kusuret dhe gjinafet. Qofse bën këtë thotë, ai aty do t'i falen gjithë gjinafet sa një javë që kaloi, një muaj që kaloi, një vit që kaloi, jo. Do t'i falen çfarë gjinafesh ka bërë gjithë jetën e tij. Disa njerëz e kuptojnë gabim. Dhe thojnë unë po bëj zullume sa më shumë gjatë vitit që të falem natën e Kadrit. Nuk është ky kuptimi. Kuptimi është që ti gjatë vitit je përpjek për të qenë njëri i devotshëm. E ke kuptuar që bërja gjinafeve dhe hyrja në pasione të dëmshme shkatron veten tënde njeriu kur i bën, po edhe familjen tënde dhe shoqërinë tënde. Por sido që ti je përpjek për të qenë një njeri i përkushtuar për veten tënde, se Zoti s'ka nevojë për askënd, por ti e din që ka pas disa çaste, ka pas disa pasione dëmshme që ti i ke bërë. Ka pas disa mëkate që të madhin Zot e kanë mërzit. Dhe duke e parë në këtë prizëm,
Ne shikojmë që i madhi Zot kalon një natë për ato të cilët jo aq se po bëj gjinave gjithkohë sepse më falen natën e Kadrit, se ky s'ka kuptim. Kjo është që ta kuptosh Islamin në mënyrë kaotike. Kurse Islami në mënyrë reale është që ti je përpjek t'i largohesh mëkatit, por ka pas disa raste që ke rënë. Sapo ke rënë mëkat ti ke kërku falje. Sapo ke rënë mëkat e ke parë helmin e të keqes që ka mëkati. Plagën e madhe që ka shkaktuar në shpirt, mendje dhe në zemër dhe në jetën tënde reale dhe në jetën tënde sociale, dhe ti je penduar për çastin, por ke edhe i natë që Zoti mund të të falë. A ka ndonjë lutje specifike që duhet ta bëjmë këtë natë? Profeti alayhis salam në këtë natë bekuar lutej me një lutje e cila duket e thjeshtë, por për mendimin tim është një lutje aq modeste në pamje të parë, por që mban një kuptim dhe një mirësi shumë të madhe, siç është Allahumma anta afun kerimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Pra, o Zoti im, ti je falës, e don faljen, na falne. Është një lutje me pak fjalë, por që ka një përgjërim shumë të madh tek Allahu, se fundja të gjithë ne dëshirojmë faljen e Allahut. O Allahu im, ti je falës i madh dhe fisnik, me të vërtetë don faljen, prandaj na fal neve.